avokat, tash ti e di vlla. Unë e kuptoj dashurinë tënde për dijem, por ma duhet edhe dashuria për kriptovalutat apo. Faleminderit. Pra këtu, bravo. Këtu të dashur miq, të gjithë juve që doni të bëni anonimat, që keni probleme me shtetin, me bankat, me gjitha me radhë, dhe jeni çuna ose vajza shumë të zgjuar që i dilni skiç në pozicion të kithët, se më pëlqen shumë kjo pozicion i kithët sistemit, halal e bëv zoti, dhe nëse doni të kontriboni, ja ku e keni QR kodin këtu tek unë në kriptovalutë. Tani na hidhin na 200 bitcoina, ti mbyllim të gjitha, edhe të shkojmë të dëgjojmë me avokatin, dëgjojmë për peshk në ose jo, nuk kemi neve që flin peshku vlla kur e mendoj, po ne do ikim në malin në Roraima në Peru. Thonë që është 7 parajsat mbi tokë vlla. 4500 metra mbi nivelin e detit. Unë kam një ka klimën e Shqipërisë. Kuriozitet ekstrem për të shkuar në vendet e vjetra arkeologjike që gjëja janë. Kjo është për Mount Roraima. Gjëja janë bërë këtu 3000 vjet, që unë besoj janë 15-20000 vjet më përpara. Tu është të dashur miq. Peru. Tani avokat ma bëj halal që të ndërpreva, por je shumë i këndshëm edhe. Kjo puna e Bitcoinit shumë interesante. Po do ta bëjmë të gjitha. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.